Duhet të ndalojmë pak të influencerat tek formalizimi i këtij tregu, sepse deri tani duhet jemi edhe pak realist, ndoshta agresiv në realizmin ton, por duhet të jemi të drejtë në raport me ligjin. Kanë ushtruar veprimtari ekonomike të padeklaruara në shtet. Dhe ndërkohë, ndryshimet e fundit legjislative i detyrojnë këta të fundit të disponojnë NIPT. Një lloj si një biznes fizik i cili ka të afishuar certifikatën e regjistrimit, duhet që influencerat të kenë NIPT-in të deklaruar në faqet e tyre të mediave sociale. Si do të funksionojë kjo pjesë? Po, në fakt ne duhet të kuptojmë që në mendjen e një influenceri vjen paksa si shokuese detyrim për të hapur një NIPT. Por duhet të kuptojmë që një influencer është tamam një ofrues shërbimi, jo një i punësuar. Në momentin që ti realizon shërbime, duhet të pajisesh me NIPT. Meqense influencerat janë bërë të rëndësishëm në Shqipëri, atëherë eventualisht kërkohet që edhe këta të zbatojnë legjislacionin dhe ka dalë paksa më shumë në vëmendje çështja. Dhe zgjidhja e bukur që kanë bërë ata timet është pikërisht kjo që në momentin që shohin faqe të tilla të cilat bën reklame etj ose bëjnë një veprimtari të caktuar, atëherë në qoftë se ata nuk kanë NIPT, ata do të luftohen nga ana informatike për të mbyllur faqen e tyre.